Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jalla, sa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sot me lejen e Allahut azza wa jalla në takimet e zakonshme të radhës me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Dhe sipas renditjes që kemi filluar të respektojmë të emrat e Allahut xhallahu ala që kanë ardhur të renditur në Surën Hashr, radha që të flasim sot është për emrin Allahut el-Khaliq, krijuesi, dhe me disa kuptime tjera që i ka ky emër. Fillimisht emri Allahut el-Khaliq është përmendur në Kur'an në disa vende, sikur që është përmendur në surën El-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, pastaj kemi el-Malik el-Quddus deri në fund, pastaj huwa Allahu el-Khaliqu el-Bari'u el-Musawwir. Allahu është ai i cili është el-Khaliq. Dhe gjithashtu ka ardhur disa forma tjera të shprehura sikurse el-Khallaq, ahsan el-Khaliqin. Në gjitha këto forma që kanë kuptimet e tyre varësisht nga vendi dhe konteksti i ajetit që është përmend. Andaj Khallaq është emri i Allahut sikurse Khaliq, por Khallaq ka ardhur në formën i thonë sifatul mubalagha, në formën e shtimit dhe shumëse të madh, do të thotë Allahu xhallahu krijon shumë, për treguar për shumësin dhe krijesat e shumta që Allahu xhallahu i ka krijuar. Fjala khalaqa në gjuhën arabe i ka dy kuptime. Gjithsesi para se dalim te kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Fillimisht khalaqa në gjuhën arabe përdoret për krijimin ose për formësimin e diçkahit që nuk ka pas shembull paraprak. Kur të bën diçka që s'ka qenë më herët, përdoret fjala khalaqa. Gjithashtu fjala khalaqa që përdoret në gjuhën arabe është për një lloj përcaktimi të saktë për ato çfarë do ndodh më tutje, për me rregullu. Prandaj arabët përpara kanë marrë, i thonë një lloj si edim, lloj lkure apo cope të mëdha dhe kanë bërë vija në atë cope të lkurës për ta përcaktuar saktësisht se çka ju duhet më tutje. Do të saktësisht më duhet kaq, më duhet për këtë. Dhe përcaktimin e saktë për çka i duhet, apo për përdorimin e saktë të asaj që ka më e përdor, edhe kët arabët e kanë quajtur khalq. Gjithashtu fjala khalaqa në gjuhën arabe përdoret edhe për lloj kur dikush do të thotë bën diçka që realisht nuk ekziston. Prandaj Allahu xhallahu ala shpifet e kufarë dhe mushrikëve i ka quajtur in hadha illa ikhtilaq, ata kanë thënë nuk është pas një shpife që s'ka ekzistuar kur më herët apo. Prandaj fjala khalaqa sillet në këto kuptime në aspektin gjuhësor. Nëse në raport me Allahun azza wa jall, Khaliq është krijuesi i krijesave dhe ai që i ka sjell nga mos ekzistenca në ekzistencë pa marrë mosër në ndonjë ekzistim të mëhershëm. Andaj nuk ka ekzistuar asgjë e ngjashme me këtë që ekziston, por Allah xhallahu ala nga mos ekzistenca dhe nga mos do të thotë mos ekzistenca gjithashtu e shembullit të formës, të pamjes e kështu me radhë, i ka sjell krijesat në këtë çfarë është sot. Dhe krahas që Allahu xhallahu ala i ka krijuar me emrin e tij Khaliq, është edhe ai i cili i menaxhon, i udhëzon, i drejton punën e tyre. Dhe i ka përgatitur Allahu xhallahu ala para se me kriju për çfarë do të bëjnë ata kur të krijohen. Ndaj nuk është emri Allahut el-Khaliq vetëm kuptim të krijimit dhe të sjelljes në ekzistencë, por ka të bëjë edhe me një lloj përgatitje paraprake për çfarë po vjen kjo krijesë në këtë botë. Prandaj edhe shohim që krijesat e Allahut azza wa jall dallojnë në formë mes vete, dallojnë në fuqi mes vete, dallojnë shumë gjëra mes vete. Dhe gjithë ky dallim i krijesave të Allahut xhallahu mes vete ka ardhur si lloj
përgatitje që Allah e ka bërë çdo krijesë për atë çfarë do të bën pas ekzistimit. Nuk ka ekzistuar, Allahu xhallahu ala ka dorë që ai të ekziston. Mirë, para se të ekziston dhe para se të krijon, e ka përgatitur për çfarë do të bën ky, dhe çfarë do të kryejë ky, çfarë do duhet bën të ky. Dhe në bazë të asaj që ka përgatitur, e ka krijuar në formën e vet, në kohën e duhur, në vendin e duhur e kështu me radhë. Pra në gjitha këto kuptime që i ceka, qoftë të krijimit, do të thotë në kuptim të sjelljes nga mos ekzistenca në ekzistencë, apo qoftë të përgatitjes paraprake për çfarë do të përgatitet kjo krijesë, apo çfarë do të kryejnë nga rolet në këtë botë, gjitha këto i përfshin emri Allahu xhallahu ala el-Khaliq. Allahu xhalla xhelalu përmend në Kur'an se i përket të emërtuarit Allahu në zhjel me emrin Khaliq, ose të pranuarit se ai është krijuesi në vazhdimsi me gjeneratat e krijesave të njerëzve, nuk ka pas ndonjë refuzim. Të gjitha krijesat vazhdimisht e kanë pranuar se Allahu xhallahu ala është krijuesi i tyre, pavarësisht devijimit të madh që kanë pasur në besim. Prandaj mushrikët e Mekës, kufarët e hershëm, të gjithë ata kanë pranuar se Allahu xhallahu ala është krijuesi i tyre. Përveç, do të thotë, asaj që ka qenë e njohur në përjashtime shumë të vogla, në veçantë në periudhën e kaluar të komunizmit, kur ata janë zhveshur edhe nga ajo që njerëzimi ka qenë unik në të, duke pohuar se natyra është ajo që ka krijuar, apo ose kemi ardhur rastësisht si pasojë një evolimi të caktuar kështu me radhë, mirë po ky përjashtim njerëzor nuk bën përshtypje në konsenzusin e vazhdueshëm të krijesave të Allahut azza se Allahu xhallahu ala është krijuesi. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, ajo që është e gjithnjohur nga gjitha gjeneratat e njerëzve historikisht është të pranuarit se Allahu xhallahu ala është krijuesi i tyre. Prandaj Allahu xhallahu ala ka thënë wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Nëse i pyet kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, do thonë Allahu azza wa jall. Mirë po pastaj ka qenë problemi i tyre të vazhduarit në këtë pohim dhe në këtë konfirmim. Por të pranuarit ka qenë gjithmonë i pakontestueshëm. Ndërsa formave tjera që kanë ardhur, thash në Kur'an krahas Khaliq, ka ardhur edhe emri Allahut El-Khallaq dhe ka ardhur Ahsanul Khaliqin në surën El-Mu'minun. Andë nga njerë Allah xhallahu ala në Kur'an përmend vetëm emrin e tij El-Khaliq, e nga njerë e përcjell me detajet e krijimit, sikur se bën në surën El-Mu'minun. Andë Allah xhallahu ala në surën El-Mu'minun përmend detajet e krijimit të njerëzit që nga koha e embrionit e deri në krijim të plot dhe përfundimtar, e pastaj thot fatebarakallahu ahsanul khaliqin, i madhruar qoftë Allahu krijuesi më i mirë. Që krijuesi më i mirë nuk do të thotë se ka krijues tjerë pas Allahut azza xal. Mirë po, në qoftë se ndokush merr guximin, thotë se krijon diçka, atëherë padyshim se krijimi i tij dallon shumë nga krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka ardhur ahsanul khaliqin, jo në kuptim të pohimit të realitetit, sa është kështu, po në kuptim të asaj që njerëzit mund ta përdorin si emërtim të ndërkuj si krijues. Apse do të vije pastaj më vonë fjala krijim, krijues që përdoret sot, nëse raste a lejohet apo nuk lejohet e kështu me radhë. Sa përket ndikimit të këtij emri në jetën tonë të përditshme, padyshim se kur të ndëgjosh emrin Allahut krijues, të bën përshtypje se ndoshta nuk mund të përmenden më shumë se një apo dy prej pikave që mund të shërbejnë si ndikim të këtij emri në neve. Krijuesi ka krijuar dhe kështu me radhë. Por dietarët e kanë nxjerrë disa prej pikave shumë të rëndësishme që padyshim nëse meditojmë rreth këtij emri dhe rreth këtyre pikave të ndikimit, do të keni ndikim shumë pozitiv në imanin ton dhe në lidhjet tona me Allahun subhanahu wa taala. Andaj e para që mund ta përmendim lidhje me këtë çështje është se kur Allahut ja pohojmë emrin e tij El-Khaliq dhe pohojmë se ai është krijuesi, atëra
vetvetiu ne pohojmë se Allahu xhallahu ala është një dhe i vetmi, nëse nuk ka krijues posti. Dhe pohojmë se çdo gjë tjetër pos Allahu xhallahu ala është me fillim dhe është i krijuar. Andaj nuk meriton të jetë në asnjë aspekt i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Sikurse thot Allahu xhallahu ala: "E yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun." A i shoqërojnë Allahut azza xal shay'an diçka për gjërave që nuk krijojnë ata asgjë, la yakhluquna shay'an. Ata nuk krijojnë asgjë, wa hum yukhlaqun, dorso janë të krijuar. Prandaj kjo e shton edhe më tepër bindjen e besimtarit dhe konfirmimin e tij se Allahu xhallahu ala është një dhe i vetmi në gjitha ato që duhet të jetë ai një dhe i vetmi. Pastaj Allahu subhanahu wa taala këtë konfirmim të krijesave zakonisht e përdor Allahu xhallahu ala për të shpirë edhe më tutje në konfirmimet e radhës që duhen robët Allahu xhallahu ala të pranojnë Allahut azza xal. Prandaj zakonisht përdoret cilësia e krijimit dhe pohimi që njerëzit nuk kanë problem këtë rafsh të apojnë Allahu xhallahu ala të drejtën e adhurimit. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Baqara: "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj, i cili ju ka krijuar. Andaj e përdor krijimin dhe konfirmimin se të gjitha krijesat e pranojnë se Allah është krijuesi, që të vazhdojnë më tutje që të pranojnë pastaj se Allahu xhallahu ala është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe kjo formë në Kur'an është shumë e shpeshtë, që përmes pohimit të krijimit të pranohet edhe realiteti i adhurimit të Allahut azza xal. Prandaj Allahu xhallahu ala, sikurse ceka edhe më herët, në sa vende në Kur'an përmend se Kurajshtë e Mekës dhe mushrikët e ndryshëm, paganët, idhujtarët, kufarët, nuk kanë pas problem në pohimin e asaj se Allahu xhallahu është krijuesi. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Nëse ti i pyet kush ka krijuar qiellin dhe tokën, do të thonë Allahu. Andaj ne vrem edhe këtë lloj ndarje mes pranimit të krijimit dhe pranimit të adhurimit e pranojmë ne e vrem edhe në kohët e sotshme fatkeqësisht edhe tek muslimanët. Edhe pse ata nuk e bëjnë ndarjen ndoshta sikur se kanë bërë Kurajshtë e Mekës. Teorikisht, por praktikisht ndodh ndarje. Andaj Kurajshtë e Mekës kanë pranuar se Allahu xhallahu ala është krijuesi. Se Allahu xhallahu ala është furnizuesi. Mirë po, mënyra e adhurimit të krijuesit ka buruar për ty në ju nga krijuesi. Andaj kanë bërë Allahu xhallahu ala Zotin ndërmjetësues mes tyre dhe mes Allahut azza xal. Nëse në rrafshin teorik muslimanët këtë kanë tejkaluar sot. Andaj nuk mendojnë dhe nuk besojnë se nuk mund të jenë musliman po të besojnë kështu. Nuk besojnë se Allahu xhallahu është krijuesi, ndërsa ata përcaktojnë mënyrën e adhurimit. Teorikisht ata thonë se Allahu xhallahu ala është ai që ka dërguar pejgamberin, ka dërguar Kur'anin, Allahu na mëson si për adhurim. Mirë, po në rrafshin praktik shohim se bëhet kjo ndarje apo. Pranojnë se është krijuesi, ndërsa mënyra e jetës e adhurimit është tërësisht tjetër, jo në përputhje me atë që ja kanë pranuar këtij krijuesi. Për këtë arsye, kur flasim për tauhidin rububie, tauhidin që ka të bëjë me njësimin e Allahut azza me veprat e tij, apo se Allahu xhallahu ala është një me ato vepra që i takojnë vetëm atij. E një nga ato vepra është edhe krijimi dhe furnizimi dhe sundimi e kështu me radhë, nuk duhet ta konsiderojmë këtë temë ose këtë kapitull të tejkaluar. Nga se ka defekte në tauhidin rububie që pengojnë pastaj realizimin e drejtë të tauhidit uluhie. Para disa njerëz ose më thon ndryshe, njerëzit përballë tauhidit rububie, që pjesë e këtij është emri Allahut el-Khaliq, janë dy kategori dhe mesatare zakonisht ekziston mesatare. Alhamdulillah, mirëpo mund të ngjenë pakicë apo shumicë. Një grup të cilët janë fokusuar vetëm tek tauhidi rububie dhe mjafton që njerëzit të bindën në këtë fushë të tauhidit. Prandaj isha se më të madhe mirën me prezantimin e argumenteve të krijimit, se Allahu xhallahu ala është krijues dhe në detale prezantojnë fuqinë e Allahu xhallahu ala në këtë krijim. Dhe këtu ndalen. Njeriu
bindet se Allah është krijues, por më tutje nuk ka udhëzime të më tutjeshme ku më shku. Nga se përfundon libri dhe përfundon udhëzime. Ai bindet se Allah është krijuesi, por pas saj nuk ka udhëzime të më tutjeshme ku të shkon. Dhe kjo është patyshim gabim. Edhe pse në disa raste, në veçanërisht në kohët e sotshme, kjo është edhe me tendenca të caktuara. Apo nga sa ata që doin me bësh shkrirjen me skufeve të feve që janë, fokusohen në këtë që fetin unike, sa Allahu xhallahu është krijuesi. Por e prezantojnë këtë në forma të ndryshme, apo që dëshmojnë se pikë takimi jonë është një, Allahu xhallahu është krijuesi. Pra nuk kam problem ata të tjerë me na ndëgjuan neve se sa bukur na prezantojmë Allahun xhallahu ala si krijues. Nga se pas saj s'ka më matutje kurrë. Andaj kjo është një ekstremizëm që duhet refuzuar. Nuk duhet më ndalë vetëm këtu. Sikurse për shembull librat e Harun Jahjes, të gjitha janë këtë drejtim. Apo nuk ka udhëzime të më të tjeshme çfarë të bën ai që është bid me ato libra. Mirë, po përfundon libri duke trajtuar, duke shtjelluar tema të cilat kanë bëjë me atë që edhe Abu Xhali si time ka pas kryer me këtë punë. Se Allahu xhallahu është krijuesi. Andaj me i përdor ato argumente për të ashtu besimin dhe adhurimin dhe devotshmërinë, për të vazhduar më tutje është në rregull. Me pa aty më ndal është rrezikshme, nga se nuk prodhon individ musliman të dobishëm praktik, por e bën një njerëz të barabartë me gjithë të tjerat, por dallon qasja e trajtimit të këtyre temave. Dikush e argumenton fuqinë e Allahu xhallahu ala me diçë, dikush me diçë, po funi vend gjithë janë të pajtimit se Allahu është i fuqishëm. E çka më tutje kurrë. Prandaj tauhid rububie i trajtuar nga ky kënd padyshim se është i dëmshëm. Dhe është i cunguar, nga është i mangët. Në anën tjetër disa tauhid rububie kanë neglizhuar tërësisht, nuk mirën fare me atë. Duke menduar se tauhid uluhie, ai që ka të bëjë me adhurimin e Allahu xhallahu, ky është kryesori. Ky është më i rëndësishmi dhe ky është më i kërkuari. Është e vërtetë se ky është më i kërkuar dhe më i rëndësishmi. Mirë po. Allahu xhallahu në çdo vend Kur'an, kudo që e ka përmendur ose në shumicën e rasteve, kudo që e ka përmendur kërkesën për tauhidin uluhie e ka shoqëruar me tauhidin rububie. Nga se ky e fuqizon dhe jep kuptim tauhidit uluhie. Për këtë arsye, njohja Allahu xhallahu ala si krijues, apo thash na mundson ose na ushqen zemrën me bindje, se përdesë ai është një krijues, ai duhet të jetë një edhe në shumë gjëra tjera. Nga se nuk qëndron së qendri një si krijues, nëse nuk qëndron së qendri një në punë të tjera. Nuk ka mundësi, nuk rrin aja. Për shembull, a ka mundësi me kon Allahu xhallahu ala krijuesi një, pastaj furnizues disa. S'ka mundësi, nuk qëndron as krijues atë rapta. Ose cilësitë të tjera të cilat i kërkon domosdoshmërisht emri Allahu xhallahu ala që është El-Khaliq. Prandaj e përmendën se ndikimi i parë është ta njësojmë Allahun xhallahu ala edhe më fuqishëm nga atë që ai më të njësohet. E dyta, ta përdorim këtë njohje të Allahu xhallahu ala si Khaliq, si krijues, apo për ta kristalizuar edhe më tepër meritën që Allahu xhallahu ala është i vetmi që meriton të adhurohet. Nga se kështu Allah e ka përdorur këtë në Kur'an këtë metodë përmes këtij pohimi të pakontestueshëm të arrihet tek një ميدan që plot nga krizat e kanë kontestuar. Dhe gjithashtu e treta është që emri Allahut El Khaliq nuk mund të qëndron vetvetiu, nëse nuk shoqërohet edhe me pohimet e tjera. Sikurse thash, është Er-Razik. Andaj sa më hollësisht dhe më mirë dhe më fuqishëm e njohim Allahun si krijues, atëherë më bëjmë të ta njohim si furnizues. Nga se Allahu xhallahu ala është e pamundshme të krijon krijesa e pastaj të janë të braktisur ata pa furnizim le gjindën në këtë kosmos me ushqime si kanë mundësi ata. Kjo nuk lidhet me emrin Allahut El Khaliq. Gjithashtu, nëse ai është krijuesi, do të thotë ai ka fillimin e krijimit të krijesave, të njerëzve. Gjithashtu kjo duhet na thon bindje se edhe ai është që e ka dhe fundin e krijimit ton. Edhe ka fundin e jetës ton. A dhe besimtari me emrin Allahut El Khaliq apo i shtohet guximi dhe i shtohet trimëria, se vdekja është në dorën e Allahut xhalla xhelaluhu. Andaj nuk ik nga vdekja. Nuk largohet nga ajo kur e kërkon koha që ai të dëshmohet në këtë ميدan. Nga se dhe se ai që ka krijuar, muaj e ka shpirtin e tij në dorën e tij. Nuk e ka askush për njerëzve. Sigurisht se ka pas rrezikun se ka as jetën e tij në dorë. Prandaj edhe kjo aspekt përmirësohet në të madhe thash me emrin Allah xhallahu ala El Khaliq, edhe pse shumë ta janë ato emrat që i kërkon në vete emri Allahut El Khaliq.
Gjithashtu për asaj që marrim për këti emri, për indikimit e ti në jetën tonë, është se përderisa Allah xhallahu ala është El Khaliq, ai ka përmend në Kur'an se kur e ka përmend cilësinë e krijimit, e ka përmend edhe një gjë të ndërlidhur shumë me çështjen e krijimit. Sikurse Allah xhallahu ala ka përmend wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti është ai i cili krijon çfarë të don, shikoj e ka përmend këto cilësinë e krijimit, e pas kësaj e ka përmend edhe një gjë tjetër, dhe ai përzgjedh. Prandaj Allah xhallahu ala është ai i cili ne ka krijuar dhe është ai vetëm i cili ka përzgjedh pamjen tonë, ka përzgjedh formën tonë, ka përzgjedh të kujt do të jemi ne, ka përzgjedh ku do të jemi ne, ka përzgjedh çfarë do të flasim ne, ka përzgjedh cili lloj i krijesave do të jemi ne, të gjitha këto Allah xhallahu i ka përcaktuar apo. Andaj kur shet i krijesa të shumta të Allah xhallahu ala, nështë në pamje me pamje është jo të përshtatshme për ty, ose se si ecin, çfarë mënyre ecin, dhe se në çfarë mënyre ushqehen, dhe çfarë han, dhe shesë Allah xhallahu të ka përzgjedhur që mos t'jesh asgjë nga ato, po t'jesh këtë diçka tjetër, padyshim se kjo ndikimi i kësaj në zemrën e besimtarit është që të shtohet dashuria ndaj Allahut azza xhallahu. Se Allah xhallahu ka privilegjuar dhe ka ndëruar me formë më të bukur, sikur se thot Allah xhallahu ala, "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kemi krijuar njeriu në formën më të bukur, më të përsosur. Merit të gjitha krijesat e Allahut azza xhall. Po mund të kenë një krijesë zërit më të bukur se njëri atë. Apo me po shumë pjesë tjera mbetet njëri lart prej tij atë. Atë nuk ka krijesë të kompletuar në bukuri dhe në përsosmëri sikur se është njeriu, që Allah xhallahu ka krijuar. Dhe çdo gjë që Allah xhallahu ja ka dhënë është në shërbim të jetës së tij që ti të jetë më lehtë dhe më mirë atë. Prandaj veç ulë dhe medita dhe shiko. Në qoftë se veç nga këto që i ki, nga begati të mungon, apo sa do të privohesh nga përfitimi shumë begative në këtë dunjë atë. Në qoftë se këtë në rregull, po vetëm mos ta kishim për shembull gojen, apo çfarë kuptim do të kishte jeta? Këtë në rregull, kurrë nuk dham, kurrë, këtë në rregull, veç goja nuk është. Sa do të vërtetësoj jeta e njerëzve subhanallahu. Para mëna vetëm mos ishte për shembull syri ose mos ishte veshje. Tash ti ka sa? Këtë në rregull, veç ti më të mungua, po e shën se sa begati tjera privohesh. Andaj shikoj Allahu xhallahu ala, thot huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an. Ai është i cili ka krijuar për ju në tokë çdo gjë për juve. Andaj subhanallahu shikoj këtë që ka në aty që na rrethon, ne e ka pa Allahu xhallahu të gjitha mjetet e mjaftueshme për mi shfrytzuar ato që na rrethojnë ato. Këtë që ka i ki për rreth, Allahu t'i ka jap mjetet e mjaftueshme për të shfrytzuar ato që ka i ki për anash. Andaj për shembull, syt mos më t'i jap, ishte priu nga pamja e bukurisë së natyrës. Nuk ishte pas mundësi me e kështu të tërën. Nëse Allahu po thot, ai është që ka krijuar për juve çdo gjë. Andaj çdo gjë kur të krijon, nën kupton se mund të shfrytëzoni çdo gjë. Për të shfrytzuar çdo gjë që na rrethon, Allahu xhallahu ala thash na ka dhënë formën e duhur. Pa kur e sheti këtë formë të bukur që Allah të ka veçuar me të, ka ndëruar me të. Padyshim se kjo besimtarët i jashton dashurinë e Allahu xhallahu ala. Andaj të ka përzgjedhur në këtë formë që të kesh të mundshme të shfrytëzosh tërë atë që të rrethon, për dhënë nga krijesat e tjera. Shikoj ato krijesa që ecin katër kom, apo privohen nga shumë gjëra. Nuk kanë mundësi të bëjnë sikur se ne që kemi durt të kapim. Ose për shembull ajo krijesë që është shumë e madhe se na, po mos të madhe. Mirë po, madhësia e privon nga shfrytëzimi shumë begative që rrethojnë, nuk ka mundësi. Në ti e ki formë e përshtatshme. Asë jo shumë i madh, e as shumë i vogël. Përshtatshëm që do të futesh çdo kënd, të përdorësh çdo gjë, të ngjitesh gjithkund e kështu me radhë. Nëse krijesa tash, nëse ka këtë mundësi, tjetër nuk e ka atë. E ka atë këtë nuk e ka. Pra meditoj se edhe do të shohësh se subhanallahu Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriu të përshtatshëm për shfrytëzimin e tërë asaj që rrethon, e që këtë mundësi nuk e kanë krijesat e tjera atë. Nga sa ato shfrytëzojnë një aspekt, mi po privohen tjetrin atë. Dhe mjafton që Allahu xhallahu ala ka përzgjedhur njeriu dhe ka dalluar me logjikën dhe arsyen. Apo që kjo është e mjaftueshme për të dalluar nga të gjitha krijesat e tjera të Allahut azza xhallahu. Dhe kjo bën njeriu që
padyshim tash ti shto dashuria ti ndaj Allahu xhallahu ala, do ta don kët krijues sa të sheh kët trup dhe kët përsosmëri që Allahu xhallahu ala e ka begatuar kët njerëz me të. Dhe sa të shumta të nuk dëshojmë të futem në detajet e kësaj, por ne duhet mirë me kët. Sa janë të shumta detajet që shkenca vazhdimisht është duke i zbuluar, apo e që flasin për mrekullitë e panumërta që Allahu xhallahu ala i ka dhënë në këtë krijesë që quhet njeriu. Të gjitha ato dëshmojnë se Allahu xhallahu xhelalu e ka krijuar këtë njeri me kujdes. Nëse Allahu xhallahu ala i ka thonë iblisit, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Pse nuk i bën sejdë atij që me durët e mia e kam kriju? Allahu xhallahu ala me kujdes të posaçëm me ka kriju njeriu atë. Prandaj kujdesi Allahu xhallahu ndaj njeriu është që nga koha e krijimit apo. Kur njeri nuk është kurrë. Hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ai kujtohet njeriu te ku lam yakun shay'an madhkura, ku nuk ka qenë asgjë, kur kush e kon, në asnjë botë se koni përmendur apo. Hiç nuk e kon. Inna khalaqna al-insana min amshajin. Ne pastaj kemi krijuar njeriu prej një gjaku të ngjizur të përzir në pteli që ta sprovojmë apo. Prandaj njeriu kur të mendon këtë sekond kur kush heq, në sa faza të jetës apo të formimit të ke pas mundësi me pësu dhe me shku apo. Sa është i ndihshëm formimi i fëmijës në barkun e nënës apo. Një gjë shumë e vogël mund ndikon, shumë e vogël, madje ty s'ta mërmenja. Sa e vogël mund më ndiku që të pamundsohet zhvillimi i të pamunit apo. Ose të pamundsohet zhvillimi i shqisë të ndëgjuarit apo. Nëse ti je zën në mitën e nënës dhe e zhvilluar në barkun e saj pa kujdes në prindve. Ata nuk kanë mundësi me u kujdes për ty mbrana në barkun e saj. Nuk kanë mundësi. Nëse Allahu xhallahu ala është kujdes për ty, kujdes të posaçëm, të vazhdueshëm, etapë pas etape. Madje është kujdes për ty edhe kur ke dalë në këtë botë. Shikoj kujdes në Allahu xhallahu për njerin. Nga sa është el-Khaliq. Krijuesi i cili nuk e braktis njeriu në asnjë situatë, në asnjë fazë për fazave të jetës së tij. Andaj të gjitha këto që meditojmë që kanë bërë me krijimin e Allahu xhallahu ala, padyshim se roli i tyre do të jetë ushqimi i kësaj zemre me dashuri të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu nga përzgjedhja është Allahu xhallahu ala ai që krijon, me përzgjedh kush do të jetë apo më i dijshëm, e kush do të jetë më i pasur, e kush do të jetë më i guximshëm, e kush do të jetë më i ngritur tek Allahu xhallahu ala, ai përzgjedh. Andaj ai ka krijuar krijesat dhe ai ka përzgjedh kush do të jetë pejgamberi i tyre. Ai ka përzgjedh, ai është krijuesi dhe ai ka përzgjedh kush do të jetë udhëheci i tyre. Ai ka përzgjedh kush do të jetë mësuesi i tyre. Allahu xhallahu ala krijon dhe përzgjedh, duke u nda rolet robëve të tij kush për çfarë bën. Prandaj edhe në formimin e karakterit të njerëzve apo u jep disave cilësi të saktuara që i veçojnë nga tjerët dhe që i bëjnë ata që ta luajnë atë rol që Allahu xhallahu ala para t'i ka përzgjedhur. Prandaj, sikurse thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Baqara për atë prishin që kanë kërkuar Banu Israil me luftu, apo Allahu xhallahu ala ka përmendur se Allahu është ai që e ka përzgjedhur që të jetë, apo dhe Allahu është do të thotë si pasojë e përzgjedhur është se Allahu xhallahu ala i ka dhënë fuqi të kuptuarat edhe i ka dhënë fuqi fizike për të udhëhequr ata. Prandaj Allahu xhallahu ala këndo që e përzgjedh për një rol, ja jep mekanizmet e duhur që ta luajnë këtë rol sikur se duhet ata. Nuk e lën do të thotë që krijesat apo mos të kenë person adekuat që të udhëheqë të krijesat. Për këtë arsye, kur Allahu xhallahu ka përzgjedhur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë udhëheci i njerëzimit, të jetë shëmbëltyr aty, apo e ka përgatitur para kësaj me të gjitha mekanizmat e duhur që të jetë ashtu. Prandaj, sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, ai i cili mohon pejgamberlukun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose mohon ndonjë virtyt në vlerë që ata e bën pejgamber, për moralin,
Pejgamberi pasojë moralshëm. Ai ka mohu Allahun azza xal. Qysh ka mundsi Allah me përzgjedh Zoti i gjithësisë, me përzgjedh dikën që të jetë pejgamberi i tyre, apo e pastaj mos t'i jap mekanizmet e durr që ai të jetë shembull tyra për ta. Kjo është e pamundshme. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala krahas tash përzgjedhës, edhe ato që e përzgjedh për diçka, ja jap mekanizmet e durr që të jetë i tillë. Prandaj keni pa për shembull, ata që ka përzgjedh Allahu xhallahu ala që të jenë udhëhecat për në luftë, Khalid ibn Walid. Ai s'ka qenë rastisht ka qelluar aty. Ja, po Allah ja ka jap mekanizmet e durr që trimnisë, të guximit, e të aftësive ushtarake, apo që kë ka bërë meritor për me konu dhe hecë apëtën. Dikut ja ka jap aftësinë të kuptuar dhe të mëzëmin men, apo nga se e ka pregadit që tjetë udhëheqin mësimi njerëz. Dikën e ka pregadit Allahu xhallahu ala në aspekt në bujarisë. Mas pari ka dhënë bujari, pastaj ka dhënë risk, apo nga se i duhet krijesave kjo. Gjitha këtu i rregullon me emrin e tij El Khaliq dhe me emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala, varësisht nga ajo që e pregadit krijesën për rolin që duhet me e kryer. Në kjo është përzgjedhja, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sa Zoti është ai i cili do të thotë krijon, por jo vetëm krijon, po në mes në këtë krijesë është ai që përzgjedh rolin e çdo krijese çfarë do të kryejë. Tjetër që mund të përfitojmë nga emri Allahut El Khaliq është se Allahu xhallahu ala është krijuesi dhe na ka krijuar në formë të përsosur. Dhe është ai që i përgatit robën për detyrat që e presin kur vjen këtë ekzistencë. Gjitha këtu janë. Mirë po, e tëra kjo kryet në përputhje me një qëllim të caktuar. Asgjë në këtë kosmos, Allahu xhallahu ala nuk krijon kot. Asgjë. Madje as thërmin më të vogël, madje as një mushkaj, madje as një pikë shiu, ma asgjë nuk është e kot. Asa Allahu xhallahu ala thot, "Dhalika dhannu alladhina kafaru." Kjo është mendimi i atyre që kanë mohuar Allahun azza. Kufarët kush mendojnë për Allahun xhallahu ala. Besimtarët shikojnë ata do të dallojnë për të tjerëve, dhe dallimi i tyre për të tjerëve është se ata janë të bindur se çdo gjë Allahu xhallahu ala e ka krijuar me një qëllim të caktuar, me një urtësi të caktuar, me një rol të caktuar. Për aq sa kena mundësi vëllezëruar të zbulojmë nga këto urtësi, të zbulojmë nga këto sekrete të krijimit, për aq do ta njohim Allahun xhallahu ala si Khalik, si gjithfuqishëm, apo dhe do të lidhim më fuqishëm me të. Për nësove në Kur'an Allahu xhallahu ala na thret për të medituar në krijesat e Allahut azza xal. Ka se s'ka këtu kur që kot. Në qoftë se Allahu xhallahu ala, për shembull, një fjollë të borës nuk e lëshon kot, po e ka qëllime të caktuar. E ka detyrën e vet ku më ra dhe çfarë të bën kur të bie në tokë. Apo çfarë të mëna për dikën që është krijesa më e përdorur Allahu xhallahu ala. A e ka sill Allahu xhallahu në këtë botë kot? S'ka mundësi apo. Për këtë arsye edhe sikur që e ka përmendur Allahu xhallahu ala dhe e ka përmendur në raste të tjera, e ka përmendur Allahu xhallahu ala në surën Ali Imran. Kjo është vallai sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me këto ajete ka zbrit një melek zbashk me Xhibrilin, apo që nuk ka zbrit kurrë në tokë dhe nuk zbret më kurrë. Si shenjë nderimi dhe madhërimi të këtyre ajeteve që kanë zbrit. Fundi i surës Ali Imran. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur të meditohet shumë to. Ku Allahu xhallahu ala thot inna fi khalqis samawati, shiko khalq e ka porositur në khalq të krijimit, inna fi khalqis samawati wal ard. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e ditës dhe natës, ka argumente dhe fakte të mjaftueshme li ulil albab, para që kanë mendje. E ata që meditojnë atë krijimin të qiellit dhe tokës dhe meditojnë në ndryshimin të natës dhe ditës, ku i çon ky përfundim? Ai po na dhe për të medituar në qiellin dhe tokën dhe ndryshimin e natës dhe ditës, ku më arrit natë? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Që ta përmendim Allahun xhallahu ala kur në kom e ulur e shtrit në çdo rast. Përfundimi i meditimit ton duhet të jetë çka. Ta përmendim Allahun xhallahu ala, ta kujtojmë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu xhallahu ala vazhdim, ata përmendin Allahun xhallahu ala vazhdimisht, e pastaj wa yatafakkarun, dhe e vazhdojnë edhe më tutje procesin e meditimit. Fi khalqis samawati wal ardi, në qiell në tokë, në krijimin e tyre, apo e pastaj ky meditim, shikoj fazës së avancuar edhe më i thellë, i shpihet te kjo bindje që po flasni për ta. Ata thonë Rabbana
ma khalaqta hadha batila. Ton ky sistemim, ton ky rregull, apo nuk ka mundësi të krijet kot. Kjo për çka është kriju? Këto shëna për dikon një shpërndan këtë kosmos, apo kjo madhështi është për diçka. Për kanë është? Për neve atë. Që ne ta madhërojmë Allahun xhallahu ala në bazë asaj që e shohim atë. Dhe para në gjitha këto argumente të shpërndarën për kosmos, edhe pet njeriu me pas frikë se a vjen rrezik as vjen. Kjo është turp pe Allahu xhallahu ala në bazë të shënave që ka për hapa. Wallahi kur i sheh bubrecë që Allah ushqen, ta ka mundsuar me i pa me të kazu ty. Apo se këtë botë për ty e kam kriju. Kjo botë s'e kriju për bubreca. Bubrecat kanë ardhur ne me na shërbim atë. Se apo thot Allah xhallahu ala huwa alladhi khalaqa. Ai është i ka krijuar këtë që ka kanë tokë për juve. A në këtë që ka është për ty. Ti mos më kon kur s'kish pas. Kur s'kish pas këto. Këtë është për neve atë. Këtë janë stuara. Prandaj kur është ata bubrecën që Allah e përskon. Ja është zogun. Allah këtë të shati që në të jorub jam këqëra. Apo shë? Kraj këta që janë 2 cora, 3 cora, apo nuk jesin keq. E ty që për këtë këtu i kam kry për të jetë keq. Atër, vallahi këtu argumente shpërndara që nuk përjetojmë kështu, pa dyshim se nuk e kanë kuptuar emrat e Khalik si duhet. Pa ky meditim që atje. Medituar tash se Allahu xhallahu ala nuk kryen asgjë kot atë. Dhe kur bide njeriu se nuk ka asgjë kot, fillon me kërku për rolin e tij në këtë botë që ka ardhur. Sa për njerëzve, jo sa, po shumica dërmuese njerëzve, fatkeqësisht apo luajnë rol tjetër, jo ato që Allah i ka ngarkuar me ta. Para mendoj për shembull në këtë botë, sa kaosi mund të ndodh me një shoqëri shumë të ngushtë, 4-5 vjet për shembull. Mirë mi vesh me kryeni punë. Edhe se i ndohet roli, ti e ki këtë rol, me kryeni punë. Apo. Edhe nuk respektohet ndarja e roleve apo. Çdo kush merr rol çfarë ka më lehtë me krye punë. A kryet diçka? Ata mund të përzihen dhe më përshtill. Ata kur të zbojnë. Nëse një punë për më krye duhet më ndar rolet apo. Andaj për më funksionu ky kosmos sikur se duhet, Allahu xhallahu i ka ndar rolet apo. Dikush ka rol të egërsinës, apo është i fortë me sulmu, dikush ka rol veç me hongër, dikush ka rol, na e kemi në rol tjetër. Nëse na ja marrim rolin, apo për shembull në kafshës atje, sikur se kam cik, destabilizohet kosmosi. Nëse nuk poluohet roli i artistit kryesor, prishet filma. Prishet nga se ai kryesori që duhet me rolin kryesor nuk punon ç'është duhet apo. Prandaj kjo kur them me lut rolin kryesor, edhe qëllimi që Allah na ka krijuar, nuk duhet më u kuptu dhe ndëruar vetëm në kufit asaj që është e përgjithshme. Ato që na dim, Allah na ka krijuar që ato të adhurojmë. Pik. Jo, por duhet mundohemi që çdo këtë marrë men si rregull të mirë. Duhet të mundohemi që çdo lëvizje në jetën tonë që kemi, çfarë do qoftë ajo, të jetë në përputhje me rolin që Allah na ka dhënë. Mos të bëjmë vepra që e degradojnë rolin tonë këtë dunja. Degradojnë, qisë në poshtë zbanë. Sa herë njeriu për shembull me veprat e tij të caktuara e prish rolin për sa Allah ka krijuar atë. Qoftë me sytë e tij, qoftë me veshët e tij, qoftë me gjuhën e tij, qoftë me durët e tij, qoftë me këmbët e tij, qoftë me pasurinë që Allah ja ka dhënë e kështu me radhë, është në shërbim të roleve të tjera, jo të rolit që Allah ka krijuar për të. Prandaj edhe Lukmani ka thonë birit të tij, mos ngrit zërin shumë aftë. Kuptim të bërtimave. Pse inna ankara al-aswat li sautul hamir? Qase ti rolit nuk është më bërtit. Asë këtë rol ka gomari. Apo zëri më i shëmtuar tek Allah është zëri i gomarit, apo qase bërtet a nuk din çka të thonë. Andaj kuneri nuk luan rolin që Allah e ka dhënë, me mekanizmin që Allah e ka dhënë, degradohet. Ose përdor gjymtyr të tjera diku tjetër. Pa dyshim se degradohet. Prandaj kur themi se duhet ta njohim emrin e Khalik dhe nga ndikimi i këtij tek ne është ta kuptojmë se ky Khalik nuk kryen asgjë skoti, duhet ta kuptojmë se në çdo lëvizje tonë ne që e bëjmë kërkohet nga një rol i caktuar. A jem të lut atë rol sikur duhet apo jo? A je duke i përdor gjithmonë këtë që Allah t'i ka dhënë
në përputhje me rolin që ka ngarkuar me të? Kjo është pyetja që duhet t'ja bëjmë vetë vazhdimisht. Prandaj Allahu xhallahu ala thot afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Unë kisha kërkuar vallahi që këtë ajet në surën Mu'minun ta merrni për bazë meditimit për çdo ditë të ardhshme baja gata aftë. Surën Mu'minun ajeti 115 116. Çka thot Allahu xhallahu ala? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. A menduat se ju kemi krijuar kot? Pyetje. Pastaj Allahu xhallahu ala përgjigjet atë. Jo me po edhe me jo. Po na mëson se si duhet të jetë përgjigjja jonë në këtë pyetje, se a kena kuptuar ne? A na krijuar kot apo na krijuar me qëllim? Ky është provimi. O annakum ilayna la turja'un. A menduat ju se ju kemi krijuar kot dhe se nuk do të ktheheni tek ne? Andaj Allahu na thot qartas, çdo veprim i juaj i që nuk i shërben kthimit juaj tek unë, është rezultat se keni kuptuar për çka ne krijuam. Sa shpesh na bëjmë veprime që nuk kanë shërbim të takimit me Allahun xhallahu ala, të gjitha projën skoti. Se ke marrë që ajo të këtë dunja. Po çdo fjalë. Nga sallallahu fa ta'ala Allahu al-Maliku al-Haq. Fa ta'ala, ishte kanë fa ta'ala Allahu al-Maliku al-Haq. I lartë është Allahu al-Malik al-Haq. Këta emrat Allah që Malik e kemi marrë. Hak do ta marrim. Apo Allah është i lartë që me privilegju një krijes, apo e cila luan pasaj role tjera në këtë, Allah s'ban kështu. E njerëzën duke bua Zot, çka i bën kjo? Kjo i bën se Allah xhallahu ala ja ka jap njerëzve të gjitha udhëzimet e duhura, sigurisht të gjitha mekanizmat e duhur që ata të luajnë role të duhura që i shërbejnë takimit të tyre me Allah xhallahu ala. Prandaj çdo veprim i joni, çdo përdorim i joni i gjymtyrëve, i këtyre mekanizmave, i këtyre begative që nuk i shërben pozitivisht takimit me Allahun xhallahu ala, është keq përdorim i gjymtyrëve dhe është keq përdorim i rolit dhe është keq kuptim i ardhës këtë dunjë. Në surën El-Mu'minun. Andaj Allahu xhallahu ala nuk është tallë. Edhe nuk e ka bëu për badihova, s'ka më bëu hajti këtë dekret që ty edhe i qes, s'ka bëu kështu. Nga sa Allah xhallahu ala thot në surën Al-Anbiya, "Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Me pa dash me bëu loj, kështu më bëu. Kushtonale Allah xhallahu ala apo me bëu eksperimente, hajde çu po duket njëri mes në kry, do bën mes në kry. S'bën nuk ka kësi lojnash. Shikoj çdo sa është me sistem me rregull. Te ke pa fëmijë kur të jap një lodër, ai atë lodër ka për loj. Po se ka për një. Andaj mundot njëra e përdor kështu, pastaj e përdor ndryshe. Në lloj mënyrë mund me përdor, apo se është lut me ta. Ama njëri nuk bën me lut me vetën vet herë në kohë me kry, tekin në rrella. Ti duhet të shtu me çto më bën, nuk luhet shumë me jetë. Sukse fat që shumë njerëz luajnë me jetën e tyre apo. E kanë kuptuar tërë çështën hajgare. Loj. Nëse Allah xhallahu ala qiet e tokën si ka kriju për loj, edhe pse ka pas mundësi dhe nuk ka kush ndal. Pastaj Allah xhallahu ala thot: "Wa ma khalaqna as-samaa wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin." Qiet e tokën dha që ka mësuar si kemi krijuar, apo pa qëllim duke luajtur, nëse po kishim dashur e kishim bë kët, bel naqdhifu bil haqqi ala al-batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al-waylu mimma tasifun. Edhe Allah xhallahu ala thot: "Bel naqdhifu bil haqqi ala al-batil fayadmaghu." Naqdhifu bil haqq, Allah xhallahu ala ne me hak, me të vërtetën që kemi kriju qiellin në tokën, apo e godasim fuqimisht batilin, të kotën, që njerëzit mendojnë se për të është kriju toka. Loj hajgara. Dhe kur të godet haku, yadmaghu. Yadmaghu, gjuna i thonë dimag, apo trunit apo. E shpartalloj tërësisht. Fa idha huwa zahiq, dhe për njëra i tretë të jakot apo. Nëse juve që e cilësoni Allah xhallahu ala me këto të që skoti ka krijuar, wailun, mirë për juve apo, nga dënimi i Allahut xhallahu. Prandaj ky ajet na thot qartas se nëse njeriu e kupton të vërtetën që i ka ardhur Allahut xhallahu, të gjitha të tjerat, të kotat, të cilat e bën njeriu me kalu kohën skoti, e me punu skoti, e me lëviz skoti, e me punu skoti, të gjitha këto duhet burrënu. Për atë që mbetet veprimet tona të kota, apo
për aq koshene se haku s'ka deportu sa duhet atje. Qas nuk është e mundshme me deportu e vërtetë e shariatit dikun, e njeriu hala me mbet me kalu kohë skoti dhe me hub kohë badihava. Nuk ka mundësi kështu. Prandaj shiko, dietarët ata që më tepër me e kanë zgjuar pse, nga sa ata më shumë te kanë ditë rëndësinë e shfrytëzimit të kësaj bote. Nuk kemi një kohë me humb me gjëra pa lidhje. Qas ne kemi një rol me kryen këtë dunja. Që Allah na ka ngarkuar me të. Dhe në bazë të këtij roli kena më dhënë Allah përpara me dhënë llogari. Prandaj nuk kena krijuar sekoti, kena më dalë para Allah xhela me dhënë llogari, e kemi një qëllim caktuar që duhet me arrin këtë dunja, një rol caktuar. Pa gjitha kësaj, a ka njeriu ku me humb poshtë përpjet me fjalë badihava? Nuk ka mundësi vëllai. Prandaj nga kjo kupton edhe rëndësinë e kohës, ka se është kapitali i tij që përmes tij fiton atë që Allah xhallahu ala ka kërkuar e ka kërkuar për tij. Gjitha këtu në kodrë të emrit Allah xhallahu ala el-Khaliq. Pastaj nga ndikimet e këtij emri tek ne ndëruar është se nëse Allah xhallahu ala gjitha këtu janë Khaliq apo nuk na ka krijuar sekoti. Atëherë është shumë normale se ai e din çfarë na përshtatet më shumë të neve sekretet e tij. Cili rregull neve më tepër na duhet, është më i përshtatshëm për konstruktin ton fizik, për nevojat tona personale, për jetën që ne jetojmë. Andaj besimtari bindet se nëse Allahu xhallahu ala na ka krijuar në formë kaq të bukur, apo që shkenca hala, atë s'ka mundsi kur, apo me zbulu diçka që e ka njeriu që nuk i duhet. Po përkundërzi, ata vazhdimisht zbulojnë se sa shumë i duhet çka njerëzit apo. Andaj nëse Allah xhallahu ala është kujdes për konstruktin fizik dhe kaq bukur ka dalë. Çfarë të mëron për bukurinë e shariatit që për hir të atij Allah e ka bërë këtë konstrukt fizik. E sa është ai bukur? Nëse ti më arritesh thosh, sa mirë Allah më ka kriju. Kjo formë fizike nuk është qëllim vetë, apo kjo është mjet. Kjo është mjet që Allah ta ka dhënë për një qëllim të caktuar. Qëllimi i caktuar është zbatimi i shariatit apo. E nëse mjeti është i bukur, sa do të kon qëllimi i bukur atë? Nëse ne e ndijmë bukurinë e vetes tonë, fuqinë tonë ose pamjen tonë diçka, apo a nuk duhet ta ndijmë edhe kaq më tepër bukurinë e adhurimit të Allah xhallahu ala që është qëllimi, bukurinë e shariatit. Andaj Allah xhallahu ala thot ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. E çush nuk din ai që ka kriju, çka i duhet grus, çka i duhet femrës, rregullat e apo të drejtat e femrës, çush nuk din ai ka kriju. Çush nuk din ai çka i duhet asaj. Ai din më së miri çka i përshtat asaj. Gjithë dalë nga kjo është prishje e rregullt dhe prishje e bukurisë së pamjes që Allah xhallahu ala ka krijuar në të. Andaj vallahi nuk e zbukuron gruan largimi i shamis. Nëse don bukuri e ka shami. Nëse don imazh, pamje, ndeshmëri i ka tek shamia. Ka se Allah xhallahu ala pot ishte në një rrugë tjetër për të arritur ndeshmëria, përmes shamis, vallahi do ta tregon te Allah xhallahu ala. Ka skalon gjë pa na treguar atë. Mi po neve si krijesë nuk na përshtatet diçka tjetër pas ju shtatë. Andaj sikur se ka thonë edhe Katade rahimullah në një koment që keni dëgjuar me siguri edhe më herët, wa fi anfusikum afala tubsirun, edhe në vetvetë juaj ka argumente, a nuk jeni duke pa çfarë argumente, jo vetëm të ekzistimit të Allah xhallahu ala, po ka argumente se ky shariat është hak. Krejt konstrukti fizik, sikur se ka tek begatit e jashtme, që është i përshtatshëm dhe kjo është ndashmëri ndaj Allahut azza xal. Gjithashtu edhe konstrukti fizik është shumë i përshtatshëm me Kur'anin. Merë Kur'anin përpara që të hadith në pejgamberin sa dhe shiko. Ajo që ka kërkohet më kryo aty, cilës krijesë mas tamam i vjen atë? Njerit apo. Andaj ti bosh njeri vetëm atëherë kur i përshtatesh udhëzimeve të Kur'anit. Nga se nuk mundet të i përshtatesh të udhëzimeve asnjë krijesë tjetër. Pra sikur thash thot Katade rahimullah, merë formën e namazit. Apo edhe mundomja përshton ndonjë krijesë tjetër pas njeriu. A ka mundësi më u fal që duhet me rregulla? Nuk ka mundësi. Le atë aspektin e vedijes se nuk din ç'a më bë. Le në këtë aspekt. Merë aspektin e konstruktit fizik veç. A ka ndonjë krijesë që mundet të gjitha lëvizjet namaz me kry që duhet me kry? Nuk ka mundësi. Ka mundësi për të sejdë, apo se ka formën që duhet. Po në kom së rrin që duhet apo.
Nuk më në kom që është njeri. Andaj formë në namazit është tërësit e përshtatshme e konstruktit fizik njeriu. Merë agjerimin, që Allah xhallahu e ka bërë obligim. Apo? A ka mundësi ndonjë krijesë tjetër me agjëru pas njerit? Nuk ka mundësi. Nga se kushti i agjërimit është njeti, vullneti. Apo? E asnjë krijesë pas njerit nuk din me vullnet me agjëru apo. Mund të dhon shumë melon, me vullnet nuk din. Ka kafshë që kanë territor shumë për zakat. Në Luana ka pa në zonat e territorit të madh, e 2.5 mund të jap sahora. Apo pa din me jap zakat. Sa ka kriju Allah të për zakat. Sa si përshtatshëm për të zakat. Ose me qenë haxh. Apo asnjë adhurim që Allahu xhallahu ala e ka përmend nuk është i përshtatshëm për asnjë krijesë pas për njeriu. Për tregu se ty të kom kriju në këtë formë dhe ta kom vit këtë shariat që është i përshtatshëm formës së ndër. Prandaj edhe thash, Allahu xhallahu ala e ka përgatitur njeriu që të ketë fund përshtatshme para se më azbi shariatin. E ka bëu gatshëm. Qase kjo është për emrin e Allahu xhallahu ala el-Khaliq. Andaj shariati i tij është shariati i përshtatshëm për njeriu, për çdo kohë dhe për çdo vend. Prandaj shariati është i përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend. Për çdo kohë apo dhe çdo vend ku ka njerëz. Nëse po dyshim me shariatin dhe mundohu me qysh dushën, në xhungull të Afrikës me instalu nuk mundesh. Të garantoj për çfarë. Ki më dashur dhe ki më nuk ban, nuk shkon. Edhe pse ata janë të përpambetur. Në Afrikë, në xhungull nuk është zhvillim i madh, apo andaj po të shariati për përpamëturi do të kryejnë punë në xhungull, po s'kryejnë punat jashtë. Edhe në xhungullat e ngjajshme tjera të vendbanit njerëz nuk kryejnë punat. Pa shkak se po dyshim është pa përshtatshëm me ata përderisa vendosim me aty. Ançi duan më ndryshu, shariati ka mekanizma të fuqishëm me ndryshu, me i kthy pe xhungullave në civilizim. Që ka kthy gjithmonë njerëzit dhe gjithmonë i kanë ndryshuar. Nga të qenit e gërsina i ka bën njerëz të gdhendur që kanë udhëhequr civilizime dhe kultura të shumta njerëzore. Andaj kjo është një kuptim i rëndësishëm që ne e marrim për emrin e Allahu xhallahu ala el-Khaliq. Gjithashtu prej kuptimit të emrit Allahu xhallahu ala el-Khaliq ose për ndikimit e tij në zemrën tonë është madhërimi i Allahu xhallahu ala, këtë që po e kërkojmë vazhdimisht atë. Madhërimi i Allahu xhallahu. Që njerëzit e madhnojnë një njeri për shkak një dhe e respektojmë të madh për shkak një zbulimi që ka bëu. Unë që ka bëu këtë, apo për shembull, dhe ti sa ka kësi nuk di qysh në krijesën e Allahut azza xal. Sa është i madh vetëm arshi i Allahut azza xal. Po vetëm arshi i Allahut xhallahu sa është i madh. Sa është i madh kursia e Allahut xhallahu. A nuk duhet gjitha këto të ushtojnë zemrën me madhnim të Allahut te barekutaala. Po dëshim se po valla. Me madhnu Allahun xhallahu. Mos e pas në zemrën tënde asgjë më të madh se Allahu xhallahu. Dhe kjo arrihet gjithashtu përmes emrit të Allahu xhallahu ala el-Khaliq, qase madhrimi i Allahu xhallahu ala dhe madhështia e tij reflektohet dhe shihet në bazë të krijesave të Allahu xhallahu ala çfarë ka krijuar. Vetëm qielli që është ose kodrat që ose krijesat e mëdha të Allahu xhallahu ala. Gjithë këto e thras njeriu që ta mandon Allahu xhallahu ala. Ta mandon në kuptim praktik që mos të ketë asgjë para Allahu xhallahu ala. Mos të ketë asgjë më të madh se Allahu xhallahu ala. Që të shqetë kjo zemrë me madhnimin e Allahu subhanahu ta'ala. Dhe për fund, pej asaj që mund të përfitojmë nga emri Allahut el-Khaliq, është të kuptojmë se ai që është krijuesi, apo nuk mund të jetë i përzier me krijesat e tij. Po ai është larg prej tyre. Ai është larg mbi ta. Nuk është i përzier sikur ata që mendojnë se Allahu xhallahu ala udhu billah është shkrirë në krijesa, në panteizme të ndryshëm, apo dhe sikur se ka bërë Ibn Arabi e të tjerë, ose ata që mohojnë të qenit Allahu xhallahu mbi arsh, i takon atij që është el-Khaliq, tjetë edhe el-Malik, apo edhe tjetë mbi arsh, i cili qëndron dhe i përcjell krijesat e tij. Andaj nuk ka mundësi ai që ka krijuar tjetë i përzim krijesat e tij. Nga sa kjo e ul të qenit e tij el-Khaliq dhe krijuesi. Andaj pohimi i emrit el-Khaliq në kupton të dalluarit e krijuesit nga krijesa. Në çdo aspekt. Edhe në kuptim të përzierjes, nga se nuk është Allahu xhallahu ala pjesë e qenies së askujt. Dhe nuk është Allahu xhallahu ala i shkrirë në askën.
sikur se kanë thënë për Isën alayhis salam, e sikur se kanë thënë pastaj për disa të tjerë, ata që kanë marrë nga kultura e krishterëve, që janë ndikuar nga sufit e ndryshëm, e të devijuar e ndryshëm, që të mendojnë se Allahu xhallahu ala është shkrir në filonin e tij. Naudhu billah. Prandaj Ibn Arabi, Allahu xhallahu ala ja dhash ato që meriton. Apo ka thënë kuptim të arsyetimit për mas adhurimin e Allahut të xhel. Kan kush kanë adhuron, kur duhet jemi një. Apo naudhu billah. Ose ka arsyetuar do të thotë popullin e Nuhit, nëse e ka qortuar Nuhin. Shikoj ka më devijime, duke thënë se Nuhi alsam si ka kuptuar popullin e tij. Ata kur kanë adhuru idhullin, e kanë adhuru Allahun me anë këtij idhulli. Pa as si ka kuptuar. Një pejgamber 950 gabimisht thot popullin e vet. Shikoj devijimin njerëzve kush kanë, kur ata nuk marrin nga burimi i pastër. Pra kur është hyrë muri i xhelozisë për sunetin, dhe është hyrë muri që i ka rrit muslimanët sigurt mbrana shariat Allah xhallahu ala. Janë përhap këto besënjerë. Për dhe nëndë që do në mirut musliman, du gjithë më mirut me murin e shariatës. Mos milon asgjë që ka nuk është e këti dini më fut me nëna. Nga se një mikrab më fut, një shpion më fut me nëna, apo është i mjaftueshëm për qëtë ushtrit e tëra nga jashtë pastaj, nga se u amësor rrugun që shme hi me nëna. Edhe nuk ka shoqni ku ka fillu një bidat i vogël nështë ta me hi, në emër të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose në emër të dinit, e që pastaj nuk ka fillu me të madhe me uzbe tërësisht sistemi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ne vetë këto duken të mëdha, mirë po këto kanë pasur një rrugtim që kanë ardhur deri këtu. Andaj ne besojmë se Allahu është el-Khaliq, dhe nga besimi në Allahu xhallahu ala që është Khaliq, besojmë se Allahu te bareka o teala është larg krijesat e tij në kuptimin qendror, nëse afër krijesat e tij kuptimet e emrave të tjerë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj ai është larg mbi arsht e tij, larg mbi sa qiell, apo mi po është më afër neve se sa damarin që kemi në qafë. Andaj lartësia e tij nuk nënkupton largësinë. Ai është i lartë, po larg nuk është. Nuk është larg prej neve, edhe pse është lart prej neve apo. Lart me qenë e tij, nuk i takon atij që të jetë i përzier me krijesat e tij. Andaj edhe kjo është ajo që ne e kuptojmë nga emri i tij El-Khaliq, për dobive që mund të përmendim këto. Këto janë disa për dobive që pa të mundësi me i përmen lidhe me çështën e emrit Allahut El-Khaliq, edhe pse thash ky emër ka ardhur i përzier dhe i kombinuar me disa emra të tjera sikurse Alim, edhe do të kemi ndoshta kthim të pjesërisëm të ky emër kur flasim për emrin Allah xhallahu ala El-Alim ose të tjerat, por mendoj që nëse ne këto i marrim këto pika dhe meditojmë rreth tyre dhe mundohemi që të përfitojmë nga ato, padyshim se edhe ky emër do të ketë ndikimin e vet në ato qëllime të madhore që kemi përmendur në fillim, se i synojmë të arrijmë përmes këtyre ligjëratave. Nëse Allah na mëndur që ta ushqej zemrën tonë me besim në të madhrim të Allah xhallahu ala, me dashurinë e Allah xhallahu ala, dhe gjithashtu që çdo lëvizje tonë, çdo gjymtyr, fjalë që kemi, vepër që kemi, të jetë në përputhje me qëllimin për cilin Allah na ka kriju. Andaj mos harroni ajetin 15-16. Mirë. Kjo është e mirë, paske të bëjmë më mirë. Mu'minun 115-116, me lezu që me të vërtet çështë ka lidhur Allahu xhallahu ala mes qëllimit edhe fundit. Andaj Allahu xhallahu ala uzot dhe na mundsoj që të përfitojmë nga ky din në dunjë dhe të shpërlejmë për të në ahiret. Allahu shpëlej për vëmendjen, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.